nderuar mësues, mësuese, prindër, përfaqësues të lidhjes arsimtare. Në birë të kantonit të Argaut, mësuesit e shkollave shqipe, Qefsere Sejdiu, Nurai Iliasi, Teuta Myrtaj dhe Vajid Sejdiu, së bashku me nxënësit e shkollave shqipe në Otmarsingen, Bir, Hunzenhvil, Rupperswil, Bachenbülach, Neuenhof dhe Spreitenbach, organizuan një manifestim shkollor që i u kushtua 2 datave të rëndësishme kombëtare, 17 shkurtit ditës së pavarësisë së Kosovës dhe 7 marsit ditës së mësuesit. Vlen të përmendet Këshilli Prindëror i shkollave shqipe të mësueses Nurai Iliasi, të cilit kishin marrë mbisupe pjesën teknike të manifestimit, të cilin e realizuan me shumë sukses. Programin e udhëhoqi Miljana Zefaj nga Këshilli Prindëror i kantonit Argau, e cila në fillim, pasi i u dëshiroi mirëseardhje nxënësve, mësuesve dhe prindërve, duke i falenderuar për angazhimin e tyre rreth manifestimit, tha: gëzuar 17 shkurtin, ditën e pavarësisë së Kosovës, dhe 7 marsin, ditën e shkollës shqipe, ditën e mësuesit. Sot festojmë 17 shkurtin, një nga datat më të rëndësishme në historinë e popullit shqiptar. Kjo ditë shënon kulmin e një rrugëtimi të gjatë për liri, pavarësi dhe vetëvendosje, pas shumë dekadash përpjekjeve dhe sakrificave nga populli ynë. Sot festojmë 7 marsin, ditën e mësuesit, dhe këtë fest u akustojmë nxënësve të shkollave shqipe, të cilët me aq dashuri dhe përkushtim e mësojnë, e ruajnë dhe e zhvillojnë gjuhën amtare. Ata janë shembulli më i mirë i atë dhe dashurisë dhe integrimit në vendin ku jetojnë së bashku me prindërit e tyre. Respekt pafund për të gjithë këta mësues, për nxënësit e shkollave shqipe, të cilët mundohen dhe vazhdojnë në rrugëtimin e tyre për ta mbajtur gjallë flamurin e gjuhës shqipe. Respekt edhe për ju prindër, për atë dhe dashurinë e madhe që keni për përkushtimin ndaj gjuhës dhe atë dheut. Manifestimin e përshëndetje dhe kryetari i Këshillit Kantonal të Argaut, Zoti Riza Dema, në emër të lidhjes arsimtarëve dhe prindërve shqiptar, duke u hapur rrugën fillimisht nxënësve të mësueses Nurai Iliasi, të cilët recituan poezi kushtuar këtyre festave 17 shkurtit, 7 marsit dhe 8 marsit. Recitimet u ndoqën me shumë korreshtje dhe emocione nga prindërit pjesëmarrës, sepse këta nxënës kanë filluar mësimet kohët e fundit. Kemi parasysh këtë fakt, shpresojmë se puna dhe përkushtimi në pikat shkollore është shembullore. Një pikë e mrekullueshme artistike ishte dhe kënga Fjalët e Qiririt, e interpretuar nga nxënëset
e shkollës shqipe në Neuenhof në klasën e mësuesit Vajid Sejdiu, Alea Halimi, Liara Zuka dhe Arnela Halimi. Po kështu duke vazhduar me nxënësit e mësueses Kevsere Sejdiu të shkollës shqipe në Shprejtenbach dhe me nxënësit e shkollës shqipe në Wachenbüllach të mësueses Teuta Myrtaj. Pothuajse 2 orë zgjati programi shkollor, ku nxënësit me recitimet e tyre, këngët dhe vallet pushtuan skenën e sallës në qytetin e birrit, duke dhënë më të mirën e mundshme, duke shkëlqyer kështu para prindërve pjesëmarrës. Vlen të përmendet kënga Unë jam shqipe nga Kosova, e kënduar nga nxënëset e shkollës shqipe në Birr, Jorina Recepi, Alina Hyseni, Leana Elesi, Leandra Gashi. Pastaj kënga Avritet pafaqësia, kënduar nga Esma Ilasi, Ajlinda Canaj, Ajra Demirali, Sara Emrlahu, Amra Ibrahimi, Laila Ibrahimi, duke përmbyll këtë pjesë me vallaj, sot ka fest Kosova. Të gjithë këto së bashku kënë një nga pjesët dhe një nga arritjet më të shkëlqyera të manifestimit. Në mesin e interpretuesve të shkëlqyeshme ishte Melisa Selimi me këngën Ti Shqipëri më jep nder. Gjithashtu një sukses të shkëlqyer e pati edhe nxënëse Tana Limoni me interpretimin e këngës Në gryk të Kaçanikut. Kurse grupi i vallëve të shkollës shqipe në Shprejtenbach interpretuan në mënyrë të shkëlqyer 2 valle popullore. Programin e mbylli kori i shkollave shqipe në Neuenhof dhe Shprejtenbach në drejtimin e mësueses Kevsere Sejdiu, duke i kënduar me gjithë shpirt Kosovës, Adem Jasharit, Shqipërisë. Ata prezantuan me këngën për Adem Jasharin, Po ku ka si ti o Shqipëria ime dhe Xhamadani via via. Në fund të programit mësimdhënësit Vajid Sejdiu dhe Nuray Ilasi u shpërndan mirënjohjet disa prej prindërve të cilët u angazhuan rreth manifestimit shkollor. Sigurisht është mirë të themi se shkollat shqipe në Zvicër vazhdimisht kanë qenë e janë të organizuara mirë, jo vetëm në procesin e mësimit, por edhe në realizimet artistike e festive, gjë që tregojnë se mësimdhënësit, nxënësit e prindrit e tyre kanë shpirtin e pathyer, e krenarin e natyrshme të shqiptarisë sonë. Në këtë drejtim, koordinatori Profesor Dr. Vajid Sejdiu, bashkë me mësimdhënës të shquar si Kevsere Sejdiu, Anita Durici, Nuray Ilazi, Teuta Myrtaj, Lumnie Klinaku, Minire Azemi dhe të tjerë, kanë vepruar e punuar shumë në përhapjen e dritës dhe diturisë të nxënësit, por edhe kanë organizuar manifestime kulturore ku fjala shqipe, kënga, traditat, veshjet dhe krenaria kanë shkëlqyer.
Kështu hidhen hapat e sigurt, duke dhënë kontributin me përkushtimin e madh në edukimin në radhë të parë, adhetar, të fëmijët shqiptar, por edhe në të gjithë gjallërinë e frymëmarrjes e shëndosh shqiptar. Gjejmë rastin t'i urojmë përzemërsisht të gjithë mësimdhënësit, profesorët, punonjësit e arsimit dhe nxënësit shqiptar, kudo që janë, gëzuar 7 marsin, ditën e shkollës shqipe dhe ditën e mësuesit. Shkolla është drita e kombit. Mësuesi është fanari që e ndriçon atë, thot Aleksandr Gjovani. Naimi ynë i madh, naim frashëri, naim Shqipëria, bilbili gjuhës son në porosit. Mësoni se vetëm nëpërmjes dijes dhe punës mund të lartësoni atë dheun. Përshëndetje të gjithëve. Të nderuar mësues, mësuese, prindër, përfaqësues të lidhjes së arsimtarëve dhe prindër shqiptar, nxënës, pjesëmarrës, mirë se keni ardhur. Ju urojmë nga zemra urime 17 shkurtin gëzuar. Gëzuar ditën e pavarësisë së Kosovës dhe 7 marsin, ditën e shkollës shqipe, ditën e mësuesve. Të nderuara motra, të nderuar vëllezër, të dashur fëmijë. Është kënaqësi sot që të jemi së bashku këtu, pa ta kënaqësinë që jashtë t'i takoj edhe fëmijët, lule dhe me kënaqësi u thash që ja edhe dimrin e keni bërë verë.
Shpallja e pavarësisë e Kosovës është përpjekje e gjithë popullit shqiptar. Këto përpjekje duhet të vazhdojnë edhe matutje bashkërisht si kombë, me qëllim që qeshtën shqiptare të avancojnë edhe matutje, me qëllim që shqiptarët të bëhen faktor vendimarrës në Ballkan dhe Magjar, dhe unë jam masë i bindur se në këtë rrugë të ndritur e të shenjtë nuk ka forcë që do të na ndalë. Sot të rëndësishëm. Ftojmë në skenë nxënësit e mësuesës Nuray Iliazit me recitime kushtuar këtyre festave 17 shkurtit, 7 marsit dhe 8 marsit. Lyra Hani, 7 marsi, Halim Ibrahimi për ty mësuese, Klea Tolaj, 17 shkurti, Kiara Tolaj, erdhi 17 shkurti, Hira dhe Amin Krasniqi, 2 festat. 2 festa të bukura, të prindërve, të mirë, njëra në shkollë, tjetra në shtëpi. Njëra e mësuesit, tjetra e nënës. Të dyja e shkëlqej, së drita hanës. 7 marsi në shkollë, 8 marsi në shtëpi. të dyja i qmoj festat ua uroj. Marsi. Festat e mësuesit ne të ta festojmë. Lullet më të bukura ne të t'i dhurojmë. Fill të këti mësuesja jone, buzët që shim të dhurojme, kënga krahe rekë si flutur, midis jush unë me lumëtur. Për ti mësuese, sa shumë të dua, shkronjat A, B, C, ti mi ke mësua, ve me ke edukuar. Lule që kam bler, ti duroj. Shatë masi me gjë zemë po të arë. Shtatëmbëdhjetë shkurti kjo ditë me padurim e kemi prit. Është një ditë e madhe, është fest shqiptare. Plot sakrifica e mundime ka patur Kosova ime. Por tani Kosova ka gëzim, sepse ne kemi gjetur lirin. Këtë ditë Kosova e shënon, luan e këndon, pavarësinë e feston. Erdhi 17 shkurti. Oj Kosovë e imja, sa shumë që të dua, ti e vend gëzim, ti e nën për mua. Të dua Kosovë me të bukrin emër, të dua me shpirt, të dua me zemër. Të dua shumë si lule manushaqe, të dua gjithnjë pa lot në faqe. Bukurit e tua të japin hijeshi, më rritët mua zemra se sot jetojsh në liri. Të dua si lule ermirë dhe uroj të jesh gjithmonë e lirë. Tani ftojmë nxënësit e shkollës shqipe në Neuenhof në klasën e mësuesit Vajxhet Ciodiu, Alea Halimi, Liara Zuka dhe Arnela Halimi do të këndojnë këngën Fjalët e Qiririt. Qiritë mos mbetëm, të venitem të di që me do, këtë shirë e kam sa mot. O asjarit të nuk i dëruhem, dhe kus dua që të shuhem, po të di që me të shirë, që të bëj drita më mirë.
se jam tretur, mos mendoni se kam dekur. Jam I gjallë e jam në jet, jam në dritën e vërtet. Unë jam në shpirtin tuaj, flakën time se meri huaj. Unë jam në shpirtin tuaj, flakën time se meri huaj. Është falur mua durimi, andaj po digjem si trimi, që të jeni ju më mirë, te mos mbetni në errësirë. Dua shumë fjalë të ju them, por kam frikë se digjem shpejt. Mos harroni urtësinë, trimërin dhe bujarin. Faleminderit, vajza, ishte mrekulli për të ndëgjuarën. Ftojmë nxënësit tani në shkollën shqipen nga shpretën bajit e mësueses Qefsere Seodet të recitojnë. Morena Berami, abetare, abetare. Aris Abazi, pse oj mem shqip s'me flet. Duke vazhduar me vjersha nga nxënësit të shkollës shqipe në Bahën Byllah të mësueses Teuta Myrtaj. Dionita Kelmendi, Jambi e një toke. Dionis dhe Debora Kelmendi, Korça të Naim Frashlit. Janë Morena dhe Aris. Abetare, abetare, thema diellin e dritare, let, let e bukur, bukur, dora ime tha e lumtur. Hap një faqe këthi një flet, në përshkronja bota vet, rreth një fjalë plot kumbim, gjuh e lasht e vendit tim. Me ty mendjen lartë të thoj, me ty dhermën e gëdhoj, bëhem dhoge fluturoj, abetare, abetare, ti I diellin e dritare. Pse moj mami shqip s'më flet, qvaj kam unë që linda kur bet, sa rënd me vije, sa turp kam, që sti të flas shqip e shqiptar jam. Si të flas moj mami im, kur të shkoj në Kosovë për pushim. Si të shkruaj gjyshe I letër, ata s'tin quan tjetër. Të lutem mami monde gjo, në shkollë shqipe më regjistroj, se kudo që ni do jemi, mos të harrojmë se shqiptar jemi, shqip të flas, shqip të shkruaj, edhe pse janë një vend të huaj, gjua e nënës shqip e kam, jam krenar se shqiptar jam. Jam bie në tokë që është larë në gjakë, mund të fluturoj botës rreth e qark. Shqiponjat krishnike flenë edhe në bigur, por gjuhën e tyre nuk e harrojnë kur. Jam bie në tokë dhe ndihem krenare, kudo në përbot flas gjuhën amtare, janë 36 perla e diamante, do flas gjuhën time sepse jam shqiptare. Gjithë gjuhët e botës mundën ti mësoj, ti përshtatem vendit aty ku jetoj, por në gjuhën time fjala seq me ndrit, jam bie një tokë dhe do të flas shqip.
O vëllezër shqipetar, gëzohemi që erdhi kjo ditë, ka që mirë dhe ka që mbarë, se sjell gjithë mirësitë. Lumi ati moj korço lule, se le pa shoqet e tua, si trimi në balosule, të paqin për jetë hua. Gjuha jonë, sa e mirë, sa e ëmbël, sa e gjetë, sa e letë, sa e lirë, sa e bukur, sa e vlerë. Për rëndia na e lënte, për jetë ta trashigojnë, edhe kur mos e dhënte, ta humbim e ta harojnë. Ademja Shari, Drenic Dardane, male me klisma, përkas I lashte me djepa me plisa. Një gjyshe me emri flutur, një null djepe këndoj bukur. Flejni nanana, je lek për arit, I ngjaf shunip Ademja Shari. E dua Kosovën e malve të Sharit, e dua Kosovën e Ademja Sharit, e dua Kosovën të fortë të trime, të luftetarëve e nënëve heroike. E dua Kosovën e qëndresës, të fjales e të besës, e dua Kosovën e dashurisë, e dua Kosovën e mërësisë, e dua qëndresës së dimë. E dua për malet e gjelbëruara, e dua për pasuritë e bekuara, e dua për Kosovën e Kushtetutës, të dua ashtu qësi se për mua I maj bukria dhe. Ademja Shari, ti edhe kushtrimin se pa gjak nuk ka liri, ndaj vargu ishe I madh që u bashkua me ty, I gjallë e vdekur ti mbete I por, ti gjithmonë jeton në zemrën e çdo shqiptari. Pavarësia
Shqipëria, me pikat e gjakut, të betuar kosovar, të bashkojni usat u kur, të beni i liri me një flamur. Tash valen i lirë flamure, me shqipunjo me dy kryrë. Eri shkurti flutërim, e frustoj me plot gëdhim. Të mbretën i lirëja, luledën pavarësia. Sot është një ditë e veçantë, sot është një ditë në shënuar, me flamur në dur jemi duke festuar. Potën që nise para me fola ëmbë ka shton me tej, ka ditë natë, ish gënime, por ka edhe ndjellë, ngjyra e djela. Qetësi, kur nuk gjete kur me letra ndjesh, me mua rënde fjallur të ëmbë, në zemrën time vende. Dy festat e bukura me muajin mars, njërën për mësusën e tjetrën për të shtretën mërë. 7 marsi, mësusja vënëna s'mund t'i daloj, se janë si djele vënëna. Urime nan, simboli dashuris, urime mësuese, simboli dituris.
gëzimit tjetër për mua. Të dua Kosovë me të bukrin emër, të dua me shpirt, të dua me zemër. Të dua shumë, si lule manushoqe, të dua gjithnjë, pa lot në përfoqe. Bukuritë tua të japën një jeshi, me rritet mua zemra, sepse sot jetoj në liri. Të dua si lule e mirë, dhe uroj të jesh gjithmonë e lirë. Jam shqiptar e kosovar, zotë krenar, zotë bojar, beket dhe që e kam si fe për mbi fe. Atë e kam vatan, e kam atë dhe, që gjysh, stërgjysh, që brez pas brez që gjithmon. Ti shqatheret, ti shqabërtet, gjerë lartë në ret se jam barbar. Jo, s'jam si bërtet ti, si bugjeti, ti mali i zi. Po vendin ti me dua, lirin e dua, e s'dua zot bi mua. Se jam këtu, kur s'kish njeri, kur s'kish kufi, as fqinjeri, as qatëzi. Se jam këtu, kur mali i zi ish i liri. Kur nga një det, në tjetrin det, isha zot vet. Unë jam këtu nga moti, kur vet zoti e bëri fushën fush, e malin mal. Unë jam këtu e do të jem dem baba dem sa mali të bëti e hiri mal për sëri. Sa jemi shqiptar, kemi gjithë një besë, jemi gjithë një në farë, dhe rojnë për një shpresë, si jemi kur të ndarë. Në çdo vend që jemi, me dhe ne kujtojmë, dhe kudo që vemi, kombin se harojmë, vëllazërinë e kemi. Dashuria ndaj nenes, e dua nenën time si kështu fëmijë, ajo është si pranvera që si lëmë të ri. Fjalët e saj të embla, prore e kujtoj, ajo është si dile, atë e dashuroj, sa me shtohet gëzime, me nene kur bisedoj, ajo me kishëllon, onë për qafaj.
Gëzoni bashk me me, sot atë dheu I lashti shqipeve feston, ditën e re. Valle shumë e bukur, faleminderit shumë nxënës. Ndërsa tani grupi I valleve të shkollës shqipe në Shprajtenbach do të interpretojnë vallen e Rogovës.
qeshët nga dëroj. Kënga krahat rreth i flutët midis jush ne jam I lutur. Kënga që në rinë në zemër është për ty me fjallë I ëndër. Prita që në rinë në sy dhe këtë lule janë për ty. Gjuhë Shqipe, në mbar botën udhëtoj, mire gjuhë po ti me saj, besa bes, ju asnjëherë gjuhë Shqipe se haroj, gjuhë Shqipe në të folur, gjuhë Shqipe në të shkruar, është pjesë e zemrës Zot, është yll I vendit zonë. Mira vjet në stuhi, gjuha Shqipe I liri, toka flet si flasim ne, gjuha qesh si qeshim ne, a betare në zemër ton, shto shkrojnë për gjithmon, nga me gjesit e në bremje, gjuhan triqon jetën tronë. Poem kosovar. Jam kosovar, pra jam shqiptar. Zote krenar, zote bujar. Mbi këtë dhe që e kam si fe, e kam vatan, e kam atë dhe. Që gjish stërgjish, që brez pas brezi, që gjithmonë. Për flamur shqiptar I zvar, ku ka këmbë që mbi të shtrihet, fjalë të mbret që të godas, vdes çdo gojë ende pa të shar, po kuzosh poshtë të thëras. Kush guxon më lart se ti, krash që po e në çdo jetë, shqiptarit të qofshin fal, në flamur është bekimi vet.
Faleminderit nxënës ju lumshin kam. Dhe tani, radhën e karkori i shkollës Shqipe, t'i këndojmë Kosovës, t'i këndojmë Shqipërisë, me një fjalë, t'i këndojmë Shqiptarisë. Shkolla Shqipe Nojen Hov dhe Shprajmenbach, në drejtimin e mësuesës Qevserës Jodin, do të këndojmë këngën Po ku ka si ti u Shqiperia dhe pastaj Gjamadani Via Via. Rrugësime për Shqipëri, nga përcella i drini zi, e u nisa për me ardhe, por si vala e drinit bardhe, e u nisa për me ardhe, por si vala e drinit bardhe. Gjamadani via via, është Kosova, është Shqipëria. Resi zemër qiftelia, o sa e madhe, o Shqipëria. Gjamadani via via, është Kosova, o Shqipëria. Resi zemër qiftelia, o sa e madhe, o Shqipëria. Gjamadani via via, është Kosova, o Shqipëria. Resi zemër qiftelia, o sa e madhe, o Shqipëria. Gjamadani via via, është Kosova, o Shqipëria. Resi zemër qiftelia, o sa e madhe, o Shqipëria. Gjamadani via via, është Kosova, o Shqipëria. Resi zemër qiftelia, o sa e madhe, o Shqipëria. Gjamadani via via, është Kosova, o Shqipëria. Resi zemër qiftelia, o sa e madhe, o Shqipëria. Manifestim, por kur themi faleminderit, ne ju themi faleminderit të gjithë prindërve, ndër vite, me dekada, që mbështesin lidhjen e arsimtarëve dhe prindërve shqiptar, që mbështesin shkollat shqipe dhe natyrisht apelojnë të të gjithë prindërit shqiptar që fëmijët e tyre t'i dërgojnë në shkollat shqipe. E dëgjuam këngën për Adem Jasharin. Mesazhi është shumë i qartë. As pushka çlirimtare e Adem Jasharit nuk mund paramendohet pa gjuhën shqipe. Prandaj ta ruajmë gjuhën edhe pse jetojmë në dhe të huaj, në vend të huaj si sytë e ballë, sepse gjuha na identifikon si shqiptar. Bashkë me mësuese Nurej, mirënjohje do t'i japim prindërve Arben Bytyçi. Trenush Recepit,
Largime Demirali, Ilber Ibrahimi, Valbona Zira, Lerina Tolej, Bekim Tolej, Vlora Kelmendi, Dem Kelmendi, dhe dy prindërit të cilët si gjithmoni kemi shumë gatshëm që të ndihmojnë shkollën shqipe dhe kur i shohin nxënësit ato gëzohen kështu si kurse ne. Miljana Zefe dhe Valorian Zefe. Kështu që këtyre prindër kësaj radhe ju themi shumë faleminderit, po kjo fjala faleminderit shkon për të gjithë prindrit në të gjitha pikat shkollore në mbar Zvicrën ku punojnë dhe veprojnë në shërbim të gjuhës dhe kulturës kombëtare. Ju faleminderit dhe të bëhemi bashkë në shërbim të gjuhës dhe kulturës kombëtare. Një fjalë në emër të prindërve, po ja jap moderatorës e cila me aq përkushtim e moderoi këtë program me nxënësit e shkollave shqipe, Miljana Zefi. Gjithashtu dhe nga ne një falenderim ndaj të gjithë mësuesve të cilët vërtet me përkushtim të madh i mësojnë fëmijët tanë. Dhe arë Zotit që mos lodheni kur dhe durimi tjetë sa maj madhë. Ne në atë mundësin tonë si prindër, do të mundohemi aqë sa mundim edhe sa kemi mundësi të ndihmojmë.